Vjeme të tjera video virale të botës virtuale si pasoj e ciklonit Frances që goditi Moskën në mbrëmjen e 9 janarit. Të rikujtojmë se në Moskë temperaturat kanë arritur deri në -9 gradë Celsius. Stuhit e forta të dëborës kanë bllokuar transportin publik, kanë bllokuar edhe shërbimet komunale që të hapin rrugën. Këto janë dy momente të cilat tregojnë në fakt se si bora palë shtruar dhe kanë ndaluar madje edhe kamionët të cilët kishin shkuar pikërisht për të pasuar pra pastrueset pikërisht për të hapur rrugën, mirë po ato kanë ngecur si pasojë e trashësisë së madhe të borës, të kësaj stuhie, cikloni Frances që është shoqëruar me era të forta dhe ulje ekstreme të temperaturës së ajrit. Nuk do të ishte era e parë, ngjarje të tilla kanë ndodhur dhe më parë, janë raportuar shpesh në fakt se shërbimet komunale janë sfiduar nga moti dhe nuk kanë bërë të mundur le të themi hapjen e rrugës për qytetarët, por transporti publik, video e transportit publik në fakt ka shqetësuar shumë qytetarët e Moskës, cilët thonë se në vitin 2026 ata duke e ditur se temperaturat arrin në këtë nivel ekstrem, nuk kanë mundësi në fakt të përdorin metrot, trenat dhe transportin publik. Në Birmingham, qielli është kthyer roz. Si pasoj e reve të dëndura dhe e dëborës, ngjyrat LED, dritat LED të stadiumit të St. Andrews në qytet kanë reflektuar duke krijuar pikërisht edhe këtë atmosferë në qytet. Pati shumë spekulime media sociale nëse fenomeni ishte perëndimi i diellit apo diçka tjetër, mirë po u vërtetua nëpërmjet edhe ekspertëve se burimi i dritës ishin ekranet LED nga stadiumi i futbollit të Birmingham City St. Andrews, siç e ka konfirmuar edhe klubi, të cilat kanë reflektuar në rrjetet e ndura dhe në dëbor dhe më pas e kanë kthyer në të gjithë qytetin roz.